Unë mendoj se është më mirë të mos numëroni më çdo gjë. Mos numëroni më se sa gjatë luteni dhe se sa shumë kapituj lexoni. E dini thjesht drejtohuni nga fryma dhe mësoni diçka dhe mos bëni më çdo gjë sipas një lloj numerologjie që të ndjeni mirë për veten tuaj. Do të predikoj mbi 3 kapitujt e parë të librit të Galatasve dhe do të kalojmë pak kohë me këtë. Do të jeni student shumë të mirë, do të merrni shumë mësime të mira. Shpresoj që dhe unë të mund, me hir të Perëndis, të mund t'ju ndihmoj të kuptoni se cila është doktrina bazë themelore e Testamentit të Ri, që është jemi shpëtuar me anë të hirit, jo me anë të veprave. Nuk mund të bëjmë asgjë për të shpëtuar veten. Shumë nga ju e din këtë, por gjëja tjetër që humbasim është se shumë herë në të njëjtën mënyrë që jemi shpëtuar, në të njëjtën mënyrë duhet të mësojmë si të jetojmë. Kështu Perëndia do që edhe të jetojmë me besim, jo thjesht të pranojmë Krishtin me besim. Shumica e njerëzve konsumohen deri në fund dhe kuptojnë se s'mund ta çojnë veten e tyre në qiell, ka nevojë për Zotin. Ata dorëzohen për pak momente dhe e ftojnë Jezusin në jetën e tyre, por sa po fillojnë të lexojnë apo të studiojnë apo të dëgjojnë, ata e marrin vetë situatën në dorë dhe duan të bëjnë me forcat e veta të gjitha gjërat që Biblia na thotë të bëjmë. Ata harrojnë se jo vetëm që jemi shpëtuar me anë të hirit, por edhe duhet të jetojmë me anë të hirit dhe të besimit. Pali ishte zgjedhur nga Perëndia që t'i sillte kishës zbulesën në lidhje me hirin, dhe ai ishte përzgjedhur nga një përvojë që kishte pasur në jetë. Pali ishte një persekutor i kishës. Ai ishte përpjekur me të gjitha forcat të shkatëronte kishën. Ishte aty kur Stefani u vra me gur. Ai me kënaqësi po mblidhte të krishterët dhe i shihte ata tek burgoseshin. Dhe pavarësisht e gërësisë që tregonte, ai në fakt mendonte se po bënte gjën e drejtë, sepse ai ishte njeri shumë fetar, ishte një jude legalist që ndiqte të gjithë ligjet dhe rregullat dhe ishte shumë krenar për veten e tij që e bënte këtë. Por Perëndia e takoi në rrugën për në Damask dhe ja zbuloi veten e tij. Ai pati një përvojë të mirë me Perëndin. Nuk do të hyj detajeve, por ai u rrëzua nga kali, një dritë e fortë, s'mund të fliste për disa ditë dhe Perëndia përmes zbulesës i tha se do të predikonte ungjillin dhe ky duhet të ishte ungjilli i hirit. Mirë, po ju them diçka, nuk ka person më të mirë për të predikuar diçka se sa dikush që ka përjetuar. Dhe hiri është për njerëzit që nuk e meritojnë mirësinë e Perëndis. Hiri është favori i Perëndis, por jo thjesht favori i Perëndis. Dhe do të doja që ne thjesht të mos thoshni më se është favori pa merituar i tij. Është favori i Perëndis, por është gjithashtu edhe fuqia e frymës së shenjtë e vënë në dispozicionin ton për të na aftësuar të bëjmë gjërat që Perëndia na thotë të bëjmë. S'mund t'ja dalim vesh me përpjekjet e mishit, duke u munduar e duke u sforcuar me vullnetin ton apo me vetë disiplinim. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme, të mira e të nevojshme, por Jezusi tha të ndarë nga unë nuk mund të bëni asgjë. Asgjë. Thjesht imagjinoni, mendoni për 1 minutë se si do të ishte jeta juaj nëse çdo gjë që ju do të bënit, ta bënit me anë të besimit. Me besim.
Lutja e parë që të gjithë duhet të bëjnë kur ngrihen nga shtrati është lutja më e fuqishme. Ndihmë. Amen. Sepse po ju them diçka, nuk ka asgjë në jetën tonë për të cilës na nevojitet ndihmë. Vërtet, nuk ka asgjë, ne kemi nevojë për çdo gjë. Dhe kështu kam formuar zakonin që për gjatë ditës të them në ndihmo Jezus, më ndihmo, më ndihmo. Më ndihmo. S'ka pse ta dini pse ju duhet ndihmë, më besoni mua, ju duhet ndihmë. Kështu. Galatasve flet shumë se si jemi të çliruar nga ligji. Dhe ne tani jetojmë nën hir. Dhe ndoshta do t'ju duhet të kishit qenë një judej testamentit të vjetër për ta kuptuar plotësisht këtë. Por Perëndia u dha ligje duke e ditur se ata s'mund t'i zbatonin, që në fund të kuptonin se kishin nevojë për ndihmë. S'mund ta bëj këtë, s'mund ta bëj më këtë jetë që ti më ke thirrur t'jetoj, si zbatoj do të gjithë këto ligje, sepse nën ligj, po të thyenit veç një ligj, do t'ishit fajtor për të gjitha. Por kjo duhet ishte shumë e sikletshme. Por ata punonin shumë për t'i zbatuar të gjithë ligjet, dhe pastaj, disa edhe ja dilnin ta bënin këtë, dhe ne ende e shohim se kjo gjë vazhdon të ndodhte edhe në kisha sot, ku ju ndiheni sikur nëse shkoni në kishë do të diel, jeni më të mirë se dikush tjetër që shkon 3 herë në vit. Nëse lexoni gjithë Biblën çdo vit, atëherë ndiheni sikur jeni më të mirë, pak më frymëror se dikush që thjesht lexon e dini ndoshta një kapitull në ditë, diçka e tillë. Dhe duhet të jemi të kujdesshëm ndaj kësaj krenarie frymërore, sepse nuk mendoj se ka diçka më të neveritshme për Perëndin, se sa kur ne mendojmë se jemi më të mirë se dikush tjetër, nga që ne bëjmë saktësisht atë që Perëndia na ka dhënë hirin të bëjmë, por jemi aq budallënj sa t'i marrim vetë meritat. Amen. Dhe kjo gjë na shkakton shumë probleme. Tani, ka një lëvizje të madhe, nuk e di, ne e quajmë lëvizja e hirit, por ka pasur një theksim të mësimeve mbi hirin në Kish këto 2-3 vitet e fundit. Dhe do të shihni po të studioni historinë e Kishës, se theksi vihet mbi gjëra të ndryshme në periudha të ndryshme. Dhe është gjë e mirë sepse pavarësisht sa të fortë jemi në diçka, sikur lejojmë që ajo të venitet nga jeta jonë dhe Perëndisi duhet të kthehet dhe të na bëj një kurs rifreskimi. Por çdo gjë që është e mirë nuk qëndron gjithmonë e mirë. Duket sikur ne si të krishterë thjesht nuk dim si të rim larg hendekut. Kështu kishim lëvizjen e shenjtërisë vite më parë dhe ishte e mrekullueshme, njerëzit bënin jetë më të shenjtë, por pastaj kjo e kaloi cakun dhe të gjithë në kisha u bën shumë legalist. Dhe papritur s'mund të bënin asgjë. Nuk mund të bësh tualet, s'mund t'i presësh flokët, s'mund të kërcesh, mos shko në festa, s'mund të shohësh një film, s'mund. Mirë, kush e dëshiron këtë gjë për një kohë të gjatë? Vërtet, shumë nga të rinj, ndoshta edhe disa nga ju, mund t'jenë rritur në një kishë të tillë, por kjo ju bën të largoheni nga Perëndia. Më shumë se sa të afroheni, sepse jeni ndjerë sikur për të qenë i krishterë, kush do të mund të argëtoheshit gjatë gjithë jetës suaj. Lëvizja e fjalës dhe besimit në vitet 60 dhe 70, kur bëheshin shumë mësime në lidhje me prosperitetin. Falenderoj Zotin për të, Perëndia preku jetën time në mënyrë të fuqishme, sepse e dija se isha shpëtuar me anë të hirit, por nuk dija se si ta përdorja besimin tim për gjë tjetër veç se për shpëtimin. Dhe besimi është diçka që Perëndia na e jep dhe që ne duhet ta çlirojmë ta përdorim në jetën tonë. Është një forcë e fuqishme, por nuk është thjesht automatik, ne e vëm besimin ton tek Zoti. Ne e vëm besimin ton në të. Jam e kënaqur që mësova për prosperitetin, por e humbi ekuilibrin. Jam e kënaqur që mësova për besimin, por e humbi ekuilibrin, dhe sa herë që dikush kishte një problem në jetë, ndodhte se s'kishte besim.
Po të sëmureshit s'kishit besim, po t'ju vdiste fëmia nuk kishit besim. E po, kjo s'është e drejtë. Ju s'mund në asnjë vend në Bibël nuk na premtohet se s'do të kemi probleme. Pavarësisht sa besim keni, nuk mund të shmangeni problemeve që vinë në jetën tuaj. Jezusi tha, në botë do të keni mundime, por gëzoni, unë e kam poshtur botën. Kështu, ju do të shihni këtu se një nga gjërat që Pali thot dhe e predikon shumë prerë është se duhet të jemi shumë të kujdesshëm që të mos largohemi nga e vërteta. Dhe ju gjithmonë duhet të testoni frymën dhe të siguroheni se çdo gjë që ju besoni mbështetet nga fjala e Zotit. Dhe dëgjoni, djalli se ka problem nëse ju s'bëni mjaftueshëm nga diçka apo nëse bëni më shumë se ç'duhet. E kuptoni? Po them që nëse ju nuk e pastroni shtëpinë, ai lumturohet me këtë, por nëse ju bëheni fanatike dhe e ktheni shtëpinë në një muze ku s'mund të ketë një grimc pluhur dhe e kaloni gjithë jetën tuaj duke u përpjekur të bëni përshtypje të tjerëve. Unë isha kështu dikur, pastaj edhe kjo kthehet në një problem, sepse tani ju jeni sklever të gjërave që keni ngritur për veten tuaj dhe e mbështesni aty vlerën tuaj. Ekuilibri është shumë i rëndësishëm dhe sinqerisht ne nuk jemi shumë të zot për këtë. Amen. Tani duhet të filloj të lexoj këtu, kështu, por unë dua të them se ne jemi të çliruar nga ligji. Lavdi Zotit, jemi të çliruar nga ligji dhe mësimet mbi hirin që dëgjojmë sot e bëjnë të qartë këtë, ne jemi të çliruar nga ligji, ne jemi të çliruar nga përfundimet e Testamentit të Vjetër, kemi një beslidhje të re me Zotin, beslidhjen e hirit. Por ja ajo që ne, dhe nuk po them që njerëzit nuk janë, disa njerëz e predikojnë këtë, por disa të tjerë janë duke e humbur ekuilibrin dhe hiri nuk është justifikim për një jetë të rëmujshme për t'ia hedhur paqë. Forca, jeni të vëmendshëm. Hiri është fuqia për të mos jetuar në mëkat. Nuk është një justifikim për mëkatin. Apo thjesht qëndrimi se Perëndia do ta kaloj këtë sepse është i hirshëm, ne jemi bërë të lirë nga ato ligje në Bibël që mbulonin gjëra si ai që ne quajmë ligji ceremonial. Jemi çliruar nga ndjekja e rregullave dhe rregulloreve për të nderuar ditë të caktuara dhe ditë festash dhe rregullat për dieta apo për materiale që mund t'i veshim e materiale që s'mund t'i veshim, çfarë mund të ham e çfarë nuk mund të ham dhe gjëra të tilla. Por ne nuk jemi, më kuptoni drejt, ne nuk jemi çliruar nga ligji moral. 10 urdhërimet janë sot po aq të vlefshme sa që ishin atë kohë. Forca. Dëgjova dikë të thot një herë, a e imagjinon që dikush të ngrihet të predikojë mbi 10 urdhërimet? Dhe mendova po, sikur më pëlqen ta bëj vetë këtë, është sikur ato nuk kanë rënë. Kjo është një liri e re. E dini si, unë nuk mendoj se ju domosdoshmërisht duhet të rini çdo të diel në shtëpi pa bërë asgjë, por mendoj se po nuk patët një pushim sabati. Mesatarisht një herë në javë do të raskapiteni. Dhe mendoj se ne duhet të ndajmë kohë veçmas për Perëndin. Unë se bëj këtë thjesht një herë në javë, bëj çdo ditë, nuk mund t'ja dal një ditë pa Jezusin. Amen. Dhe kështu, hiri nuk na jep një justifikim për të mos pasur standard të lartë moral në jetë.
Hiri në fakt kërkon që ne të bëjmë më shumë nga sa bënte ligji. Do t'ju përmend një dy shembuj. Jezusi tha, te kurdërimet thuhet nuk do të bësh tradhti bashkëshortore, por ai tha, por unë po ju them, se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me të në zemrën e vet. Kështu, ai nuk na e bëri më të lehtë. Ai e bëri më të vështirë për ne, por ai tha, do t'ju jap hirin që ta zbatoni këtë. Unë do t'ju jap fuqinë për ta zbatuar. Ata përpiqeshin të ishin të mirë nën ligj, por ishte në dorën e tyre. Kështu, po të ishin të mirë ndjeshin mirë me veten, dhe nëse s'ishin të mirë ndjeshin fajtor. Ata bënin gjithmonë sakrifica. Ose ligji thot, sy për sy dhe dhëmb për dhëmb. Jezusi tha, por unë po ju them, duani armiqtë tuaj. Bekoni ata që ju mallkojnë, u bëni të mirë atyre që ju urrejnë. Dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë dhe që ju përndjekin. Shumë njerëz besojnë se e dhjeta është nën ligjin dhe se s'kam pse ta japin më atë. Unë sinqerisht nuk mendoj se jeni të detyruar. Por, nuk e di pse nuk do ta jepnit, sepse me të vjen edhe një premtim i mrekullueshëm. Tani, Malakia thot se nëse nuk sillni të dhjetën në shtëpinë e Thesarit, do t'jeni të mallkuar, por s'besoj se Perëndia na mallkon, sepse Jezusi e mbajti mallkimin. Por unë mendoj se shumë herë, nëse ne nuk i ndjekim këto parime, humbasim bekimet në vetë jetën tonë. Dhe mendoj nëse ata mund të jepnin 10% nën ligj, çfarë duhet të bëjmë ne me anë të hirit? Forca, mund të mos ju pëlqej kjo, ju as që jeni afruar fare 10%-shit. Dhe dëgjoni, në Bibël, e dini cilën fjalë përdornin në Testamentin e Ri? Se shohim shpesh fjalën e 10, flitet se si Melkisedeku çonte të 10-ën dhe unë besoj se kjo është e vlefshme edhe sot. Abraham jepte të 10-ën shumë kohë më përpara se t'i jepej ligji, kështu, e dini, s'jam dakord se kjo është diçka që s'duhet ta bëj më, por s'mendoj se do t'ju mbaj jashtë qiellit, po nuk e bët. Nuk mendoj se Perëndia do të zemrohet me ju, po se bët. Nuk mendoj se do t'i pengoni bekimet tuaja, por ju korrni atë që mbillni. Dhe kështu, ja fjala që përdoret në Testamentin e Ri, jini bujar. Dhe e dini ç'do të thot fjala bujar? Të shkosh përtej asaj që kërkohet. Forca tani, dëgjoni, kërkesa në Testamentin e Vjetër ishte për 10%, por tani Pali thot, jini bujar, dhe e dini pse përdor këtë term, sepse po u fliste paganëve që nuk e kuptonin fjalën e 10. Dhe kështu ai tha, jini bujar. Jepni dhe jepni përtej asaj që mund të jepni. Ndihmoni njerëzit, ndajeni çdo gjë që ju keni me njerëzit. Ai s'foli asnjëherë për të 10-ën. Mua më duket sikur çdo gjë duhet jetë në dispozicion të Perëndis. Njerëzit tek veprat e apostujve shitën pronat që kishin dhe çuan çdo gjë që kishin dhe kishin gjëra të përbashkëta dhe ndan njësoj. Po them, nëse doni t'i mbani paratë tuaja, është më mirë të jetoni nën ligj, se sa të ngatëroheni me Jezusin, sepse kur ju lidheni ngushtë me të, po ju them diçka, nuk kam më paratë e tij dhe paratë e saj, dhe e dini, paratë të fshehura në kulet. Perëndia e di ku i keni, dhe ndonjëherë do t'ju kërkoj t'i nxirrni e t'ja jepni ndoshta dikujt që juve nuk ju pëlqen. Forca, po më ndiqni? Në fakt ishte dikush që na telefonoi dhe ai tha, dua t'ju bëj një pyetje. Unë kam disa miq që aktualisht merren me aktivitet të paligjshëm, por ata po fitojnë shumë para. Dhe ata shkojnë në kish gjithkohën dhe ndihen sikur nuk mund t'i kapin dhe se Perëndia po i bekon. Për shkak të hirit të tij. Çfarë mund të thoni për këtë? Unë qesha me të madhe. E dini çfarë i thash? Që është pyetja më e madhe që kam dëgjuar ndonjëherë. Tani, nuk ja thash këtë atij personi, por kur ma sollën këtë pyetje në zyrë, unë thash, nuk e keni seriozisht.
Vërtet, e dini sa larg mund të shkojmë. Por thelbi është se Satani i mashtron njerëzit pak e nga pak, vazhdimisht. Pak e nga pak, pak e nga pak, pak e nga pak. Prandaj, edhe ne duhet të sigurohemi se ajo që ne besojmë përputhet me fjalën e Perëndis, dhe që të mos i bazojmë gjërat vetëm tek përvoja jonë. Përvoja është shumë e vlefshme, por ne mësojmë përmes fjalës së Perëndis dhe përmes përvojave jetësore. Amen. Kështu. Në fakt, Biblia na mëson se nëse jemi legalist dhe bëjmë gjithçka sipas ligjit, kjo është një shenjë papjekurisë frymërore. Sepse njerëzit e pjekur frymërisht dinë se si të drejtohen dhe udhëzohen nga fryma e shenjtë, duke qenë se Zoti e ka shkruar ligjin në zemrën tonë, 10 urdhërimet janë shkruar në zemrën tonë tani. Apo më ndiqni të gjithë, a jeni mirë? Dua t'i bëj një pyetje, sa nga ju janë shumë të Zot t'i kthejnë gjërat në ligje? Sa nga ju nuk e kanë idenë se çfarë po them unë? Në rregull, do t'ju jap një shembull. Do të pastroja shtëpinë. E pastroja shtëpinë çdo ditë. Vija fshesën me korrent, fshija plurat çdo ditë. Pastroja të gjitha pasqyrat në shtëpi çdo ditë. Sepse dëgjoni, unë s'ndjesha mirë për veten, kështu që ndjesha më mirë nëse gjërat që më rrethonin ishin të rregullta. Apo e dëgjon dikush këtë që po them? Kështu, ju mund ta ktheni leximin e Biblës në ligj. Njëherë ju futa një gjë e të lexoje Biblën brenda një viti, të gjithë në kish po e lexonin Biblën, dhe kështu duhet të lexoja 2 kapituj nga Testamenti i Vjetër, 2 nga i Riu, një tek Fjalët e Urta, një tek Psalmet, që ta mbaroja Biblën për një vit, dhe të gjithë kishim kalendar. Dhe unë e vura atë tek frigoriferi në kuzhinë, që njerëzit ta shihnin se unë po. Mirë. Kur lexonim të 6 kapitujt, vinim një shenjë në krah. Mishit ton i pëlqejnë shenjat. Vërtet, nëse jemi legalist, na pëlqejnë shumë listat, sa nga ju i pëlqejnë? Në rregull. Tani nuk ka asnjë gabim të bësh listë. Por ja se çfarë ka që nuk shkon me listat. Nëse nuk bëni një shenjë që keni mbaruar diçka nga lista, do të ndjeni të dënuar apo fajtor apo keq për veten për shkak të kësaj. Dhe tashmë një listë nuk mund t'ju bëj të disiplinuar. Është lista juaj e ligjeve të cilët duhet i zbatoni çdo ditë. Njëra nga vajzat e mia që pati një ndryshim të plot në jetë, sepse më në fund arriti të kuptoj hirin, ishte gjithmonë shumë legaliste dhe mua më kujtohet se ajo shkruante edhe numrin e gjërave që e kuroste, ishte në atë kohë kur i e kurosnim rrobat, që ajo donte t'i mbaronte çdo ditë në ditën e kurosjes, dhe nëse nuk i mbaronte dhe kështu ndodhte, sepse ajo vinte synime jo realiste për veten. Sa nga ju e dinë se ndonjëherë ne errëzojmë veten tonë, dhe kështu, nëse nuk i mbaronte rrobat të gjitha, ajo do të ndiej keq për veten dhe do të ndiej fajtore gjatë gjithë kohës. Kështu, unë mendoj se është më mirë të mos numëroni më çdo gjë. Mos numëroni më se sa gjatë luteni dhe se sa shumë kapituj lexoni. E dini, thjesht drejtohuni nga fryma dhe mësoni diçka, dhe mos bëni më çdo gjë sipas një lloj numerologjie që të ndjeni mirë për veten tuaj. Unë i hyra kësaj, isha në rregull për sa kohë kisha vënë shenja në kalendar, por kur fillova të krijoja shumë boshllëqe nga që nuk po lexoja 6 kapituj në ditë, kur kaloja afër kalendarit, mezi prisja të largohesha prej tij. Kishte shumë predikime në atë kohë në lidhje me lutjen për një orë. As mund të luteni me mua për një orë. Fjalët që Jezusi u tha dishepujve. Kështu të gjithë po luteshin një orë në ditë. Mirë, unë merja orën dhe po ju them se ishin saktësisht 60 minuta. S'kishte rëndësi nëse ato që thosha kishin kuptim apo se buronin nga zemra. Unë plotësoja orën time. Po ju them diçka, shumë nga ju këtu janë më shumë legalist nga sa mendojnë se janë.
Dhe kjo është një nga arsyet përse nuk po e shijojnë jetën, sepse ligji nuk na sjell gëzim, ai na sjell vdekje. Ne jemi shpëtuar me anë të hirit të Perëndis dhe gjithashtu duhet të mësojmë të jetojmë me anë të të njëjtit hir. Ne ecim në besim dhe marrim hirin e Perëndis që të na ndihmojë të bëjmë çdo gjë që ne bëjmë. Dhe libri Galatasve është i mbushur plot me mësime të mrekullueshme, të lirë nga ligji dhe të lirë për të jetuar përmes nxitjeve të frymës së shenjtë.